Dhomë Amerikane Tregtisë kremtoi 25 vjetorin e themelimit me një mbrëmje gala. Himnet e Shqipërisë dhe të Shteteve të Bashkuara nisën ceremoninë. Presidenti i Republikës Bajram Begaj theksoi rëndësinë e këtij 25 vjetori të krijimit të dhomës amerikane, pasi sipas tij shënon udhëtimin e një organizate të suksesshme dhe forcimin e partneritetit të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara. Me kënaqësi vërejmë që kjo rritje shikohet edhe në investimet e drejt për drejta amerikane në Shqipëri. Këto arritje janë inkurajuese dhe na bindin se potenciali i bashkëpunimit tonë ekonomik është akoma edhe më i madh. Bashkëpunimin tonë ekonomik duhet ta shohim si pjesë të një partneriteti afatgjat dhe strategjik, ashtu siç ne konsiderojmë edhe partneritetin tonë politik, atë të sigurisë dhe atë të mbrojtjes. E ngarkuara me punën e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Nancy Van Horn theksoi se dhoma amerikane e Tregtisë mbetet kyçe në forcimin e zërit të biznesit dhe forcimin e bashkëpunimit mes vendeve. Teksa festojmë së bashku më kujtohet një shprehje e presidentit Trump që thot, mua më pëlqen të mendoj gjëra të mëdha. Nëse doni të mendoni gjëra të mëdha. Kështu që mendoj se kjo përfshin frymën ambicioze, inovatore që shtyn përpara partneritetit e Shteteve të Bashkuara në mbar botën. 25 vite më parë dhoma amerikane e Tregtisë u themelua me një vizion të guximshëm, që të shërbente si një urë mes komuniteteve amerikane dhe shqiptare, dhe për të nxitur një mjedis që bën që kompanitë të konkurrojnë me drejtësi dhe të lullëzojnë. Direktori ekzekutiv i dhomës amerikane të Tregtisë, Neritan Mullaj, nënvizoi se dhoma ka luajtur rol të rëndësishëm, duke ndikuar në reforma zhvillimore. Së bashku kemi ndërtuar strategji e projekcione të qarta zhvillimi, ne jemi krenar për të bashkëpunim. Vizioni i themeluesve krijoi një rrugë. Ajo na çoi këtu tek pozita që ne mbajmë sot. Dhoma amerikane është një institucion që flet me zë të sigurt dhe respektohet në treg. Reputacioni u ndërtua përmes parimeve dhe drejtësisë. Ne kemi punuar për një infrastrukturë ligjore. Kjo mbrëmje gala mblodhi përfaqësues të parlamentit, institucioneve shtetërore, trupi diplomatik dhe përfaqësues të biznesit. E themeluar në vitin 2000 me 44 kompani, dhoma amerikane e Tregtisë është rritur me një komunitet prej 276 kompani shantare dhe përfaqëson bizneset më të rëndësishme që operojnë në vend.